Ju uroj nga zemra, kaloni sa më bukur sot. Kjo është një ditë e veçantë për çdo shpirt shqiptari dhe jo vetëm, për gjithë Toronton dhe Kanadan. Në kuadër të marrëveshjes së Shqipërisë dhe Kosovës, po sjellin sot tek ju këtë event kombëtar. Kam nderin të jem pjesë e ambasadës shqiptare dhe dua të ftoj përpara jush dy iniciatorët kryesor të këtij eventi, ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, të nderuarin Artemis Malo, dhe konsullin e përgjithshëm të Kosovës, të nderuarin Kadri Bak. Ata që nuk e keni paur, ju thashtë, rini më vonë, dini se ishte e salla zbrazu, jo, tash duhet me dalë me na falenderu. Tash u kërkoj një kompliment nga ambasadorja dhe nga konsulli. Ambasadore dashur, kënaqësi lutem, skena për ju, ha? Përshëndetje, tani mirë mbrëma, se i kemi nisur që në mëngjes, jeni kaq shumë, është mbushur zemra e Torontos, edhe zemra e tonë mal, rrofë shqiptaria. Faleminderit nga zemra. Nga ju i Shqipërisë tani ju paqa, e tha edhe grupi laborist pa më parë. Ju paqim sa malet edhe e kishim borxh ndaj shqiptarisë në Kanada këtë ditë, këtë shesh, edhe këtë ngjyra kuqezi. Faleminderit shumë. Unë së bashku me konsullatën, ambasada prej më shumë se 5 muajsh, ka marrë këtë angazhim për të organizuar këtë event që nuk ka qenë as pak të lehtë, me besoni, dhe kjo nuk do të ishte e mundur nëse ne nuk do të kishim një ekip fantastik. Nga kënaqësinë e madhe të ftoj dy vajzat fantastike të konsullatës së përgjithshme të Kosovës në Toronto. Dhe ftoj në skenë Alma Stafën dhe Fitore Gashi. Dy qikat e mrekullueshme që kanë punuar 24 orë dhe dua të falenderoj nga zemra. Faleminderit. Atëherë ambasadori, faleminderit shumë për prezantimin. Të nderuar vëllezër dhe motra, si po kaloni? Jeni mirë, faleminderit shumë që keni ardhur. Fakti është që gjithë ky organizim nuk është bërë i mundur pa ndihmën po ashtu të stafit të ambasadës të Republikës Shqipërisë, që është konsulja Elizabeta Froku dhe Jolanda Koçobashi. Faleminderit vajza, vërtet me këto dy ekipe kemi bërë tamam Shqipërinë tonë që duhet të jetë në tavën. Faleminderit shumë. Një duar trokitje për stafin e ambasadës dhe konsullatës. Faleminderit për punën që e keni bërë. Faleminderit gjithçka. Ka plot shoqata që kanë ndihmuar, shoqata e Windsorit, shoqata e Londonit, e Kitchenerit, Waterloo, Hamiltonit, Torontos, Montrealit, Ottawës, shoqata tjera pa fund, biznese pa fund. I falenderoj përzemërsisht që kanë da, si me thonë, dollarin e vetë për këtë event, ka thonë pa fund që ta bëjnë të mundur. Unë një duart e kitje kërkoj për gjithë këta njerëz që ka kontribuar. Faleminderit shumë. Jemi. Po, zoti Tabej. Faleminderit për prezantimin e mrekullueshëm Boban. Por gjithë këtë përgatitje në skenë dhe këtë organizim kaq bukur artistik nuk ka qenë e mundur ta bëjmë pa organizimin edhe punën e madhe që ka bërë Gojar Kodra, drejtor artistik. Ervin Meqo, regjisori joni, famë shumë, faleminderit shumë Ervin shumë me Ervin Meqo dhe zotin Qazim Kolushi, po ashtu që drejtori ekzekutiv i këtij festivali kaq bukur. Faleminderit shumë. Trokitje për i vetën artistik. Unë jam Qazimi, se më pa ditë i vend me... ja kjo Qazimi. Faleminderit nga zemra. Ne kemi pas një grup pune fantastik të ngritur vullnetarisht. Dua të falenderoj nga zemra gjithë grupin e vullnetarëve që sot janë mes jush, para mbrapa skenës, për çdo detaj, sa më të kujdesshëm për dalë sa më me rezultate. Gjithashtu, dua të falenderoj nga zemra grupin e punës, i cili ka qenë me ne në kamera, në video, në telefon edhe fizikisht pa pushim. Po falenderoj dhe nëse janë të gatshëm të na afrohen në skenë, dua të ftoj Iva Mema. Iva Mema ka qenë me ne në çdo detaj të dekorit. Gjemi Agaj dhe Ana Golia janë dy protagonistët që i kanë dhënë gjithë energjinë kësaj brëme. Faleminderit nga zemra. Denada Drima, Uran Kuqin, kryetari i shoqatës Sojnë Cori. Denada ka
në jo më shumë se 2 ose 3 valle gjatë gjithë ditës me ne dhe gjatë gjithë kohës në bashkëpunim. Urani Ina Sheni, e cila ka qenë koordinatorja e gjithë rinis, edhe i gjithë grupit vullnetar. Ana Hasa që na është bashkuar nga Montreal, Cezarina Kora na është bashkuar nga Ottawa, Luri Oneli, Ina Zozo, Astrid Basha, Liliana Latifi, të gjithë ta kanë ardhur nga Montreal. Julinda Basha, kryetarja e Shoqatës Shqiptare në Montreal, së bashku me Liliana që është kryetarja e Shoqatës Shqiptare Kosovare në Montreal. Rex Ferrati, kryetari i Shoqatës tonë të madhe në Toronto. Jolanda Koçobashi është këtu me ne dhe Ronit Krasniqi, që kanë performuar moderimin gjatë gjithë paradites, si edhe zonja Lira Muçaj që na është bashkuar nga Anglia në Kanada për të na dhënë dhe ajo kontributin e saj. Falenderoj nga zemra. Pa ju nuk kishim për asgjë. Faleminderit. Unë du të përmbush edhe një gjë të harrojmë, ju lutem, nëse e kem harruar diken, gjithmonë harroj edhe unë, i kërkojnë falje, po të keni me dije që ju falenderoj nga zemra për çdo kontribut, kushdo që ka dhënë për këtë festival. Është me të vërtet kënaqësi që shon nga kjo skenë. Gjithë të ftyra është mbushur sheshi, më jep një ndjesi të krenarisë, një ndjesi të dashurisë ndaj shqiptarisë, edhe kur i shoh bashkë në rroja e Shqipërisë etnike, po mos i tregoni askujt. E më ndërpretën. Ja ka qenë sa më mirë, faleminderit gjithë, do vazhdojmë programin.